Me vë fillon dhe Vlora, qyteti i historisë, në çdo koja bëri fora i dha emër Shqipërisë. Vlora ku palma si nuse, nderojnë kalimtarët çdo ditë. Vlora ku plazhi si sopër, na pret dhe përcjell miq. Festa Betares është një ngjarje veçantë në jetën e të gjithë fëmijëve të klasës së parë. Duke mësuar shkronjë pas shkronje, numër pas numri, ata arritën të shkruajnë e të lexojnë, ndërsa hyn tashmë edhe në universin e madh të dijes, në botën e madhe të librit të shkencës. Shkolla Jo Publike Perla, në drejtimin e presidentit Petrit Golemi, ka organizuar këtë të premte aktivitetin emocionues, ku protagonist ishin vetë fëmijët. Aktiviteti është përgatitur fal edhe përkushtimit të mësueses së klasës së parë, Violeta Osmani. Programi veçantë është ndjekur nga shumë spektatorë të cilët ishin prindër të fëmijëve. Festa u shoqërua me kërcime, por gjithashtu edhe me kostumet shumë ngjyrshe të fëmijëve, me ritmet të muzikës, por atmosfera ishte e veçantë dhe emocionuese, ashtu si kundër edhe ky rrugëtim shkollor i këtyre fëmijëve. Festa Betares shënon përfundimin e një periudhe të rëndësishme të klasës së parë, ku nxënësi mëson të gjitha shkronjat e alfabetit dhe hedh hapat e parë në botën e leximit dhe shkrimit. Pas një vit qëndron drejt, pas na lart me gjysmë rreth, ku e shenjë gjanu përpjet, a fëmijë gjejni shpejt, pa. Mësoni një po që jam unë, fillon në paqja që e dua më shumë dhe pëllumbi që paqja në tregonë, së një për na fillon. Krapë umbi po të kisha, në hapësir do të flutroja, të gjithë botën do të shëtisja, paqe ku do dërgoja. Festa Betares është një ngjarje e dashur që shënon momentin më të rëndësishëm për këta fëmijë, ndërsa nderon rrugëtimin e tyre të mësuarit, shkrojnë pas shkronje dhe zbulon gëzimet e të shkruarit dhe leximit. Është një rast i rëndësishëm që feston hyrjen e tyre në universin e gjerë të dijes, botën e librave dhe mrekullitë e shkencës. Në shkollën Jo Publike Perla, kjo ditë e veçantë është mbushur me emocione dhe krenari, pasi nxënësit e klasës së parë bëhen bashkë për këtë festë të madhe. Po ashtu, shkolla Jo Publike Perla është një shkollë që ofron për nxënësit kushte komode të mësimdhënies, por edhe një staf pedagogjik të kualifikuar dhe me eksperiencë. Të shkronjave të tëra, vetë një fjalë mos të formojnë. Do të ndjej veten të mira edhe në terror po të formojnë. Me se do të fillon, jam uëja, ja ku më kin, mos mundoni të më kërkon, në fillim dhe në si aurini.